Zoti Islami, në këtë rast, sa rrezikohet vetë Edi Rama nga dosja Balluku, por edhe nga dosja Akshit, e cila ka dalë sfundmi dhe ka tronditur, po themi, opinionin publik, ku vetëm kantina e verës ishte 3 milion euro? Nga kush do rrezikoj? Nga kush? Nga kush? S'ka nga kush të rrezikoj. Cila drejtësi? Po e drejtësinë e ka në dorë vetë. Drejtësinë e ka emëruar. Unë pse kam thënë në emisionet e kaluara, kam thënë që drejtësinë në Shqipëri do ketë vetëm atëherë kur gjyqtarët dhe prokurorët jenë të zgjedhur me vot nga populli, jo të emëruar. Kur janë të emëruar do t'i shërbejnë ustaj. Kur janë të zgjedhur nga populli, patjetër që janë të pavarur dhe i thonë shkuatet e vendit. Pra, nuk kemi drejtësi, zotëri. Ne kemi një pushtet diktatorial si të Enver Hoxhës, kemi një drejtësi tamam si të Enver Hoxhës, që linçon dhe dënon dhe burgos njerëz të pafajshëm, dhe nga ana tjetër lë të lirë hajdutët që të vjedhin si u do qefi. Edhe këta që ka futur në burg, drejtësia i ka dorëzuar vetë Edi Rama. Dhe paradoksi tjetër më i madh akoma, kryetari i bashkisë është në burg, vazhdon të jetë akoma kryetar bashkie. Këto vetëm në Shqipëri ndodhen, zotëri, nuk ndodhen në vend tjetër. Zoti Islami, si keni parë dhe a ju ka tronditur më saktë lidhja e krimit dhe qeverisë sa i përket rastit të Ergjys Agasit për ta risjellë dhe një në vëmendje kantinën e verës për 3 milion euro, ku vetë Agasi bënte koordinimin mes elementëve të botës krimit dhe qeverisë kryeministit Edi Rama, një fakt të cilin e denoncoi edhe vetë Arben Ahmedaj. Po ku ka verë me 3 milion euro, më të bëni kështu. Po dhe verat ato shishet e verës së Titaniku të ishin, që kanë 200 vjetë që janë groposur, nuk do bëjnë 200 euro, ashtu 30 milion euro, që bëni kështu. Jo më jo këta në thashe teme që unë si besoj njërë. Jo, i ka vlerësuar Spaku, sipas dosjes së Spakut, vetë kantina e verës e cila vinte nga Franca, pra e në cilësiet lartë, është vlerësuar e gjitha 3 milion euro. Por nuk është ky thelbi. Thelbi është që si e shikoni që Ergjys Agasi bënte lidhjen mes botës së krimit dhe vetë qeverisë së kryeministit Edi Rama. Në çfarë vendi po jetojmë në këtë rast? Në vendi që komandon që qeverisë krimi, kryekriminalit Edi Rama. Ergjys Agasi edhe Agasit e tjera, Gagaçit e tjerë janë reglat e Edi Ramës. Jo zotëri, jo, qeverisë krimi në Shqipëri. Nuk ka në Shqipëri shtet. Nuk ka drejtësi, nuk ka demokraci, ka një rumpall që bredhin dhe blegrin dhe fitojnë dhe vjedhin hajdutët dhe matrapazët. Ky është shteti shqiptar. Po cila është zgjidhja në këtë rast? Përmbysje. Të ngrihet popullit ta përmbysi. Zgjidhje tjetër nuk ka. Me votë këta nuk ikin. Është e pamundur. Mos e mendoj njeri të ikin me votë. Berisha ka deklaruar se de facto e ka rrëzuar kryeministrin Edi Rama. Çfarë po bën Berisha në këtë rast? Ç'ma thënë goja të kloun cirku, ai është bërë si kloun cirku. Ai është bërë tani tamam, është bërë karagjos fare. Ç'a ka rrëzuar ai? E ka rrëzuar thotë. De facto e ka rrëzuar. Tani mbetet vetëm te euro. Kë ka rrëzuar more? Ramën. Po si gënjen kështu ai? Dhe ju e thoni këtë, mos ma thuaj mua të pakën, të lutem se na ul vlerat e inteligjencës tani. Ka rrëzuar, ç'a ka rrëzuar? Zotëri, nuk e ka, jo vetëm që nuk e ka rrëzuar, po ai po e mban në pushtet Edi Ramën, ai po e mbështet, ai se ata bashkë i ndajnë pronat, bashkë i ndajnë pallatet, bashkë i ndajnë trojet, bashkë i ndajnë vjedhjet, bashkë i ndajnë të tëra. Se s'ka folur në njëra ai ashtu quajtur i opozitar, ai tradhtar i pa fytyrë i popullit, ai kriminal, se është kriminal Sali Berisha. Ka vrarë. Se s'ka folur në njërë për pronat. Se s'ka folur në njërë për 1.751. Po tha prap, po të kisha mundësi, prap do ta votoja, tha, se nuk do ringjallim latifondistët. Ai ishte krye kriminal, ai ishte hajdut kriminal, bandit i ka të tëra të zezat. Edhe ju ma banin për kryetar opozite. Zoti Islami, çfarë po ndodh vërtet me Berishën, sepse ai premtoi që do të protestoj para kryeministrisë dhe nuk do të largohet që aty.
ndërkohë shkoi, protestoi, ndej 3 orë dhe më pas iku së bashku me deputetët e tij dhe me demokratët. Iku me bisht në shalë, themi ne vende nga Kurvelesi. A iku me bisht në shalë, sepse a i pa që atje ishin pjesa me madhe të shëquajturve demonstrues ishin të dërguar nga Edi Rama dhe nga patronazistët e dy palëve. S'kishte popull atje. Kështu. Po në këtë rast si e shikoni fatin e opozitës në vetvete? A mund të ndryshoj pushteti me këtë lloj opozite? Absolutisht kurrë në kurrës. Jo. S'është opozit. S'është opozit, por nuk e mbështet populli. Populli nuk gjen veten tek ata. Ta shikojtur opozitar, nuk e gjen veten. Megjithatë ka i kundërshtar të flakt i cili po qëndron çdo ditë para kryeministrisë, madje edhe gjatë netëve të ftohta, siç është Adriatik Lapaj. Ai tek pulla, ai juristi Sorosit, edhe që ka i flakt ai. Po ju ka që gjë duhet ta llogarisni vetë ju gazetarë se jeni djem të mençur, nuk jeni që tani sa puni për djathtë. Pranoi Edi Rama që të shkonte te zonë e lirë dhe të bënte debat me Adriatik Lapaj. Se zoti i madh, ku jemi, ku po shkojmë. Që përfaqësonte Adriatik Lapaj që e pranoi ai atje për opozitë. Pse nuk thret mua për opozitë, qoftë ai qoftë Salihu. Të më tharasin mua ta bëjnë me mua dialogu, zotëri. Ai është dialog. Që të shprehesh ato që do populli dhe ato që ka populli që më na i thon për ditë në rrugë. Zotëri, po mi thon për ditë në rrugë, po nuk kaloj dot se një në radhë parë jam mirënjohës qytetarëve shqiptarë që në çdo moment që më takojnë më vlerësojnë, por nga ana tjetër më thon, lëvizni më thon, çat lëvizum njëja. Jo, ju keni argumentin, analizën dhe perspektivën që jepni në këtë rast. Ky është roli juaj. Pa tjetër dhe atë do ta e kam bërë, e bëj dhe do ta bëj, sa t'jem gjallë. Pra, ai quajturi opozitar, se është opozitar ai zotëri, se shpare opozitar ai. Ai që vuri tezën e tij kandidate në listë në vend të parë në listë. Që janë këto më. Me të vërtetë ka shqiptar që e han atë kokrulleri, s'ka. Ai është Soros i gjallë. Pra ju mendoni se Edi Rama po instrumentalizon gjithë këtë lloj skene politike, qoftë në rastin e Adriatik Lapajt, po qoftë edhe në rastin e protestave të Berishës? Jo po instrumentalizon, e ka instrumentalizuar me kohë. E ka në dorë, ka të gjithë teknologjinë, mundësinë, pushtetin e partisë komuniste të punës socialiste demokratike e LSI të Shqipërisë. Një partisë, vetëm, partia e punës. Edhe i ka të tëra ndora ai. Në këtë rast, ju si e shikoni vetë fatin e Edi Ramës, a do t'jetë ai personi ose më saktë kryeministri që do të goditet nga sistemi i drejtësisë apo nga vota e qytetarëve? Ai po do goditet vetëm nga vota e qytetarëve, sistemi i drejtësisë ka të tërë të tija. Unë pres dhe ne themi një fjalë. Populli shqiptar thot një fjalë të urtë dhe shumë të mirë. Është emëruar kryetari i ri i Spakut. Pam. Dhe unë dua të them një fjalë. Notari duket në të dalë të lumit, jo në të hyrë. Do ta shohim çfarë do bëj. Do ta shohim, s'kam shpresë se do bëj gjë, sepse është prokurori që na shpiku termin falsifikim intelektual. Po megjithatë, ndoshta nga ata që komandojnë Spakun dhe BKH-n sot, janë të tërë të FBI-s amerikane me çfarë shofun dhe me çfarë na thonë, do bëj detyrën. Shpresoj që se si ri dhe si ri që është ai duhet të shikoj përpara, jo të kthehet mrapa. Dhe të mos dëgjoj që thot babataku i çantës së vezës, që vajte edhe grabiti zyrën e tatimeve në Tiranë. Mos i harroni këto. Zoti Islami dhe po. Pra, shpresoj që ai të nxjerrë mësime nga të kaluarat, nga të kaluarit, nga persona që kanë një gjurmë të këqija në politikën dhe në drejtësinë shqiptare dhe të zbatoj ligjin, se i ka të tëra mundësit, i ka gurin dhe arën në dorë ai, si mungon gjë, vetëm por nuk desi. Urdhë.
Zoti Islami dhe i pyetje e fundit, a mendoni se Edi Rama është i trembur nga sistemi i drejtësisë teksa përmendi disa ditë më parë që agjentë të BKH-s i kishin shkuar tek zyra e kryeministrisë dhe nuk pranonin që të dorëzonin patllaket siç tha ai. Në këtë rast Edi Rama e përdor thjesht për lojë politike këtë aspekt apo është i trembur vërtet sa herë që shkojnë ai trokasin siç ishte në rastin e fundit për Belinda Ballukun? Një trembur sa tallet me ta thot merr me patllake. Jo nuk tërmet në ata fare se ata i kanë dorë ai. Ai tremër nga matan oqeanit. Ai e ka problemin me Amerikën tani. Ai e ka problemin me Donald Trumpin. Nuk e ka problemin këtu, se këtu rron 100.000 vjet ai. Por vendimi i fundit i administratës amerikane që për 3 muaj do zhduket korrupsioni nga Ballkani Perëndimor, ati Edi Ramës i ka prishur gjumin. A ndej trëmet e, nuk trëmet nga këta e ka kështu ai, i vënë rreth, do të shkobën atë bën këtë. Bile i vëti illustrojnë dhe këpucët.